Anglia ka siguruar biletën e saj në botëror dhe 2 ndeshjet e fundit do të jenë thjesht për formalitet, ndërsa lufta sportive do të jetë për vendin e dytë mes Shqipërisë dhe Serbisë. Një ndeshje prestigjioze me skuadër shumë të madhe. Konkretizohet I gjithë puna e këtij viti. Do të jetë shumë I kujdesshëm. Do të marrim 3 pikë. Ato dinë me menaxhu presionin. Kombëtarja Kuqezi është me 11 pikë, një më shumë se sa Serbia. Në rast se ekipi Silvinjos do të fitonte në Andorra, ndërsa Serbia do të mundej nga Anglia, atëherë do të shpërthente festa Kuqezi për këtë sukses të parë historik të shqiptarëve. Play-offin për në botëror. Të rinë bashkum, luftojnë për njëri tjetrin. Ato 15-16 futbollistat që kanë pjesë e minutave të ekipit kombëtar, sigurisht që duhet të jenë me të vërtet gladiator në këto 2 ndeshje dhe mos ta lajnë shansin e tyre të artë me rëshqit në dorat sepse vjen rrallë herë. Tani I ka ardhur dhe është momenti që ato me bë hapin tjetër dhe me ju afru finaleve të botërorit nëpërmjet play-offit. Në qoftë se do ta fitojmë, ku unë shpresoj dhe besoj që do ta fitojmë këtë ndeshje, ne jemi në play-off, janë dhe 2 ndeshje tjera finale. Dhe kjo është një, po themi, kemi arritur në një nivel që s'kemi qenë ndonjëherë që pretendojmë për me luajt kampionat botëror, kjo na mungon. Dhe ne do të besojmë kjo gjë që ndoshta dhe ato skuadra që mund të na binë në grup ose po themi në ndeshjet gjysmëfinale dhe finale